Për ta dhe Allah dhe gjaj ka vequ këtë muj me zbritën e Koranit, e fjallë Allah të zëgjel, është fjallë e bereqetshme që i ban njeriu në zemër, në jetë, në kohën e ti, dhe zatën i ban dobije dhe ahiretit e ti. Shpërblimi nuk nalet qoftë në dynja edhe qoftë kur dal njeriu para Allahut, janë dy sende që vazhdojnë shpërblimet me vazhduar ditën e Kiametit. Gjitha adhurimet tjera ndërpritën, nalen, nuk ka shpërblim tek Allah azza wa jall. Ama Kur'ani dhe agjerimi vazhdojnë ala mu shpërblim tek Allah azza wa jall. Subhanallah. Allah azza wa jall na bëj atë ja Rabbil Alamin. O ju vëllezër, padyshim që sot rash me një hadith. Edhe më pëlqej ky hadith. Ta shtandoj me xhamatin tem. Jam i bindur që ashtu qysh po mendoj unë në këtë hadith, keni me mendu edhe ju të njëjtin gjallë. Hadithin e transmeton an Abi Waqid al-Laythi. Ky sahabi thot: "Bainama huwa jalisun fi al-masjid wan-nasu ma'ahu." Thot përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i ulur në xhami dhe njerëzit ishin me ta, thot idh aqbala thalathatu nafarin. Thot pa pritmas kanë 3 njerëz, kanë hyrë në xhami 3 persona. Fa aqbala ithnani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. 2 prej tyre në zonën vendin xhami. Njëri prej tyre hini, ja kthei shpinën profetit edhe dol jashtë. E pejgamberi apo ky sahabi po tregon, thot pa ata 2 persona fara'a furjatan fi al-halaqat fa jalasa fiha. E ka pa një vend lir, njëri prej tyre, ku e ka pa vend lir, e ka nxon vendin. E ka nxon vendin. Ndërsa i dyti fa jalasa khalfahu. I ka orë marrë, ka i të dera xhamisë, ka i në xhami mrena, s'po da më ulaj ku ka vend, me lyp. Da më thonë, qka është da më thonë, ma e shpejta që aty për mas shpinës na i kojnë mi ullë. Kështu edhe kjo sahabi, i cili ka i, da më thonë ju ka ullë mbrapa. Ndërsa i treti, fadbara dhahiban, ja kthej shpinën xhamisë, me xhlisi, edhe dul. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thonë: "Ala ukhbirukum anin nafri thalatha?" A dam ju tërgu me ata 3 persona që henë në xhami, se çka ka ndodhur me ta, Zoti çka buni me ta, ta sa i përket parit që hini në xhami dhe gjeti vendin dhe ol, ta thawa ila Allah, thawahu Allah. Ai ka shku tek Allah, Allah e pranoi. Ku me di çfarë gjunaçari ka qenë, ka hini në xhami, si ka interesu ku ka vend ul ato kry. Allah e pranoi ato. Sa i përket dyti, festahja Allahu minhu. Ajo të pru, edhe Zotë të pru për ti. I ka orë marre, me s'me po njerëzit ke në xhami me shku me po namaz, marre, subhanallah, pikona prej Allah të zëgjel. U fshef që aty na i konë, me na i stop, me na i shpink njerit, edhe Allah zëgjel u të pru për ti. Fa'arada Allahu anhu. Dërsa i treti, i cilë e refuzaj, ja kthej shpinën për fetit. Iki për xhamisë, iki për mezhlisit, edhe Allah refuzaj që me mshiru ata dhe me falë ata. Subhanallah. O ju vëllezër, në këtë hadith, jam i bindur që e ndëgjon të gjithë dhe e dimi këtë hadithin gjithë. A keni mbrejtur diçka mrena këtij hadithi? Ato që e kom mbrejt unë, dhe jam i bindur njerëzit e ditur, gjithmonë e vrejnë që të hadith dhe narën që të. Është fjale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na ka tregu, që thot pejgamberi, festahja Allahu minhu. U të pru prej Allahut, Allahu të pru prej ti. Subhanallah. Allahu jalla jalaluhu yastahi min abdihi. Rob Allah azza jall të prohet prej kona prej robit ti, para mendaje subhanallah. Allah mu të pru prej teje. Ka hinë xhami u të pru edhe Allah u të pru me ta. Cilësi e Allah të zëgjel, është që Allah u të prohet. Dhe ka cilësi i takan vetëm Allah, jeliku bi gjelalihi, i takan vetëm Allah të zëgjel. Mirë, në këtë hadith, neve në ban të qartë.
cilat vepra, metod që të prohet Allah Azza Jall prej neve. Ka në hadithe, cilat janë ato vepra që Zoti të prohet prej neve. Në hadith ka ardhur, është më së shumti lutja, ad-dua, është lutja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Udullaha wa antum muqinun bil ijaba." Lutni Allahun dhe ju duke qenë ngulur bindje që Zoti ka më të përgjigj. A thu vallë, pse Allah Azza Jall të prohet? Sepse ai Allah Azza Jall është bojar dhe i urtë me robrit e tij. Shikoj se qysh pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, o ju vëllezër të mirë. Shikoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qysh po na tregon për Zotin ton. Ka një hadith duke thënë: "Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min 'abdihi an yarfa'a ilayhi yadayhi fayurda huma sifran aw qala khaibatayn." Subhanallah. Thot me vërtet Zoti jon është me marrë, është bujar, të prohet për robët e tij kur robi i ngrit dur ka Allah Azza Jall. Dy dur të Allah Azza Jall, dy dur të robi i ngrit tek Allah Azza Jall, e Allahu i vjen marrë të prohet qysh me ia kthy dur thot, sifër, thot, zero me ia kthy. Të përgjigjet Allah Azza në lutje. Apo ka ardhur Allah të prohet që robi i tij me qenë robi i shgënjur në lutje. Kjo është një argument për veprave më së shumti që Allah Azza të prohet prej robit tij, dhe thanë të primi ta kanë qysh është Jeliku bi Gjelali, ta kanë vetëm Allah, jo sikur na krijesat. Mi po në hadith pejgamberi po na tregon qysh është të primi i Allahut. Inna rabbakum hayyun karimun, do të thonë është bojar. Allah është bojar, Allah është falc, dhe atij ta kanë domethënë bojaria apo të primi. Kështu ne e gjetëm veprën e parë e cila Allah Azza Jall të prohet prej krijesave. Pastaj o ju vëllezër, çka të bëjmë kur Zoti të prohet prej neve? Që subhanallah. Kur ne e dimi, kur e lutmi Allah Azza Jall, dhe Allah të prohet prej neve me na kthy sot, atëherë çka me bëjmë na kur Zoti të prohet? E njëjta gjë ka thonë ulemat, çysh të prohesh ti? Qysh të prohet Allah të prohet edhe ti. Qysh vjen ty, qysh i vjen Allah të marrë, edhe te ki marrë. Qysh muj me bo krahasimin na? Ndëgjani me vëmendje. Xhamat, ndëgjani me vëmendje. Qysh muj me bo na krahasimin? I kemi vetëm dy shembuj për me ditë këtë fjalë që jemi duke thënë. Ai cili i lën me katër, shkaku dënimit. Çka ka bëj? Ai po tutet për veten e vet, për unë veten e vet. Apo? Mi po ai cili i lën me katët, nuk bën me katë, i lën me katët, shkaku që të prohet prej Allahut, pse Zoti e sheh ata. Cili është më i mirë? Ai cili po tutet që për unë veten e vet, trupin prej dënimit, apo ai cili të prohet pse Zoti është duke e pa? Që ky i dyti, pse Zoti është duke e pa. Që kjo ka ma vlerë tek Allahu Azza wa Jall. Për këta kale ba'du selefi, thënë disa prej seleve të në parë, wa men istahja min Allah inda ma'siyatihi, istahja Allah min uqubatihi yawma yalqahu. Ai cili të prohet për Allah Azza wa Jall në momentin e mekatit, nuk ban mekat, i të prohet Allah Azza wa Jall, ato në ka marrën më po Zoti duke bërë mekat. Allah të prohet me ata kur takohet me dënu. Të prohet Zoti me dënu robën e vet kur takohesh me Allah Azza wa Jall. Qysh të prohet në dynja, Allah të prohet edhe me ty. E gjetëm edhe një vepër tjetër që Allah të prohet. E para kështu ka lutja. E dyta, mu i largu me katit, është vepër e mirë. Nuk ka vepër më të mirë sa mu i largu me katit. Ama qysh mu i largu me katit, i me tha Allah po tukë të në inë zërë gjanemi. Jo kështu, ti thuj unë e la me katin pëse unë i kam, da më thonë unë të prohen për Allah Azza wa Jall. Unë jam marrë që Zoti mu më shen duke borë, da më thonë me katë. Pasaj o ju vëllezër, qale Nebiju sallallahu alaihi wasallam, usike an tastahiyya min Allah
kema tastahia rajulan min salihi qaumik. Ju këshilloj, për me po thënë, ju këshilloj, ju porosis që të keni turp Allah Azza wa Jall, ashtu qysh i keni ju turp prej një burri prej popullit ju. Paramendoj më ka në kusht i lartë mesin ton. E me bu në sy ati me kate, atë vjen marre, po, këm shenë nana, o baba, marre është, nuk banë, më pa mu filani, tuk e bu me kate, marre është. E ku është Allah Azza wa Jall? Që është? Më mërit Allah Azza wa Jall, është kryusi, i qejë dhe i tokës. Me u të prupja të a nuk e, në thonë Allah dhe tëtë, a nuk e të që Allah Azza wa Jall është duke të pa? Allah yara. A nuk e di që Allah është duke të pa? Ku dhe që shkan, Allah është shen. Ittaki la haythu ma kunta. Ku dhe që t'je, Allah Azza wa Jall shen. Por këta njeri do të me fitu këta dhe me di që Allah Azza wa Jall është duke të pa dhe me pa tërp marre prej Allahut Azza wa Jall. Më pas e ju lezër. Ashtu si që të prohet Zoti nga ne, në kur ti lutësh, Allah po të prajke, apo? E njëjta gja edhe ti dush mu të pru kur ban me kate. Ka në transmetim që thëtë Allah Azza wa Jall, ma ansafani abdi, yed'uni fastahyi an araddahu wa ya'sini wa la yastahyi minni. Thëtë Allah Azza wa Jall, në transmetim që Allah Azza ka thënë kështu, thëtë çfarë padrejtësie robrit e mi po ma bëjnë mu? Allah Azza subhanallahu. Çfarë padrejtësie robrit e mi po ma bëjnë mu? Thëtë ata mu më lutën, unë të pro me ja kthy atyre lutën tharë. Çka ty lutësh, Allahu ta jep. Thëtë ndësa kur të bëj me kate, nuk kanë marrë për mu. Nuk të pronë për mu. Subhanallah. Kjo është ju lezër. Në vërtet, Ramazani në mësan qitë edukatë më ena. Qenë Allah Azza wa Jall i ta gjëru që shdo të ajo. Ndëgjan Allah Azza wa Jall i ta gjëru që shdo të ajo të folë për filane dhe alame, të këshyrë harama, i të bëdi shka. Qenë Allah Azza wa Jall. Allah i të një, kush turpi jot me Allah Azza wa Jall? Kush marre jot me Allah Azza wa Jall? E gjitha kjo temë lidhet me Ramazan. E njëjta vepër tjetër, lutja. Allah të prodh kur robi lut, na thonë kur i ngrit duke Allah Azza wa Jall. E pse mos me lutë Allah Azza wa Jall? E pse mos me shtu lutje tek Allah Azza wa Jall? Kur Allah Azza wa Jall të prodh për neve. Që shka thonë ka me lut në Allahun, duke qenë bindur që Zoti përgjigjen me lutje. Allah Azza wa Jall na bëj për atyre e Zoti na bëj për këtij hadithi. Po gjithashtu i vëllezër, dobit e këtij hadithi i ceki i shkurt. Dobit e këtij hadithi po i ceki i shkurt. Min fawaid al-hadith istihbab al-julusi fi majalis al-ilm. Është e pëlqyeshme ulja në mexhliset e ditorisë. Ku ka ditori, këtu në xhami shka bëhet, mësot ditoria. Shka po folmi na? Ditori, me mësu kush është Zoti jot. E me shku në xhami më ul me një hoxhën ligjërata. E dan, as e dan, atë pëlqen, as pëlqen, të po shkaj hatrin ditorisë. E ku të ulesh, inshallah kemi kanë për këtij hadithi që Allah Azza wa Jall ka më të veçu edhe ka më të pru prej teje. Istihbab al-julusi fi al-makan al-farid. Është e pëlqyeshme kur ti njëri xhami kur xhan vende mundet më ul. Ama jo me ngushtu njerëzit, me thonë shtyjo, a ne, këne, bashkët, ku ki gjallë vend hapsir, olo në xhami. Idhbat sifatil hayai lillahi bima yaliqu bihi. Argumente i qartë për cilësinë e Allahut Azza wa Jall që Allahu të prodhët. Dhe këtë tërë, në më thonë, yaliqu bi xhelali, i takan vetëm Allahut Azza wa Jall. Na nuk himi as me komentu, as me ndryshu kuptimit, as me bo krasen, mi po i besojme ashtë qysh në ka të regu Allah dhe i dërgumi ti. Pastaj e fundi, khataru rafdi fil majalis al-ilm. Rreziku i largimit prej xhamisë, prej ditorisë. Rreziku i largimit prej xhamisë,
prej mexhliseve të ditorisë. Çdo javë na kemi ligjerat, apo Allah s'po du me shku ta i hoqëne, s'më pëlqen aja xhami, s'më pëlqen ai hoq mu. E kush refuzon mexhliset, ka hinë në këtë hadith që qysh e ka kthy shpinën, Allah azza xal dhe më thonë e refuzon edhe ata. Andaj të kemi kujdes o ju vëllezër. Këta janë dobit e këtij hadithi. E gjitha hinë fjalët e tona në këtë hadith. E lusmi Allah azza xal që Zoti na bën prej atyre që punojnë me këtë hadith. E lusmi Allah azza xal që ky hadith na bën dobi edhe në Ramazanin tonë dhe jashtë Ramazanit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.